doa të bëj një citim tjetër nga ti. Diku e ke thonë, krejt grave burra tjerë ju duken ma të mirë. Tani unë kam mendu të kundërtën, kam mendu që neve burrat na duken ma të mira gratë tjera. Jo, realisht ka qenë një titull pak i egzageruar. Apo? Po. Shkak se nuk ka qenë thënie ekskluzivisht e imja, po sot mediat përdorin format ndryshme për me arrit deri te një shikueshmëri më e lartë. Por poenta çka unë kam thënë në këtë kontekst ka qenë se pse u duken. Pse ndoshta u duken edhe unë kam thënë çka e bën një burr të mirë për ty? Të jetë të ketë respekt, të ketë dashuri për bashkëshorten, ta trajtoj mirë, si duhet, ketë respekt për familjen, për gjithë këto mendoj që e bëjnë, do thot një lidhje të mirë, që krijon një ndjesi, do thot të mirë. Edhe pse sot kemi relativisht shumë probleme në çështjet edhe gjatë punës tonë të përditshme, në çështjet në çift, që të them të drejtën, po dallon secili vit nga viti, edhe po më duket një eufori që edhe në aspektin profesional të njëherë po e intrigon ose po e sfidon pjesa e teknologjisë, pjesa rrjeteve sociale, pjesa ChatGPT-s që sot askush nuk ndodh me ardhë në seancë dhe secili e ka bën një bisedë paraprakisht, një ose më shumë biseda me ChatGPT-n, ka marrë disa mendime dhe vjen. E njëjta qëndron edhe te pjesa e çifteve. Testu. Po. Ndoshta edhe me testu ata fillimisht eksplorojnë me veten, edhe por te pjesa e çifteve ku deshta të dalë, po ka shumë dallime se për shembull sot çiftet e reja ose çiftet që tentojnë me kriju lidhje kanë shumë dallim me çiftet e nuk po flas për para shumë viteve. Do thot po flas për para 5-6 viteve që ka dallim, do thot secili vit nëse gjenerata të mëhershme është desh shumë vite me kalu për me artë një ndryshim, sot kalojnë shumë pak kohë për me artë një ndryshim më i egzageruar. Edhe do thot çiftet sot merren me disa çështje që ndoshta për ne në punën e përditshme ose për moshën tonë ose për botkuptimet tona janë paksa qesharake, mirë po për ata janë probleme serioze, qofshin do thot followers, kënd e ki follow ose kënd nuk e ke ose kush të ka shkru, edhe këto janë problematika sot që do thot shumë i penalizojnë këto raportet në çift. Faleminderit shumë Dera. Te që vinë në seanca edhe njerëz që nuk janë shumë mirë me besimin. Ta bëj pyetjen drejt për drejt, çka në qoftë se dikush vjen dhe në që në fillim, për shkak se të sheh ty direkt edhe thot unë jam ateist, nuk ekziston Zoti. Si do t'i qasësh? Çka është arsyeja që të shtyhet të dalesh direkt te kjo pyetje, te ky shpjegiçarim? Unë I kisha thënë person. Okej, tash mos më pyet mua që ta bëj pyetjen. Do thotë jo, si do t'i qasësh ati? Qasja do të ishte shumë neutrale, shumë e natyrshme, do thotë është botkuptimi i tij. Për mua është shumë e pranueshme kur dikush edhe është ateist. Pavarësisht që unë si vlerë konsideroj që ateizmi është një lloj mekanizmi mbrojtës. Do thotë kur ne kemi tendenca mos me u ballafaqu me disa realitete, edhe është tendencë që me paraqit një fuqi që nuk e kemi brenda vetes. Njeriu sa më i fuqishëm që tenton ndoshta me u shfaq, ka shumë mangësi ose ka shumë dobësi të cilat tenton me i mbulu në atë formë. Edhe ateizmi është një formë, konsideroj, e tillë që ne ato dobësi që i kemi brenda vetes tentojmë me ju dhënë konotacion që unë jam i fuqishëm dhe nuk më intereson pjesa e besimit ose e Zotit. Por, ky është mendim i vlerës. Por në aspektin profesional, nëse do të isha në seancë normalisht që do të ishte një qëndrim shumë i natyrshëm edhe kishim diskutuar rreth qëndrimeve të tij, po asnjëherë duke tentuar me jap kohje. Cilën pjesë po don me përforcu, veç interesi im kishin. A don me përforcu pjesën e botkuptimeve që i ke? A ke dyshime në këto botkuptime? Do thotë kjo kishin ajo dinamika. Pra, tu kishe nis bisedën. Në farë kish qenë bisedë që po, gjithsesi. Okej, nuk e kishe marrë provokim? Jo, kemi pas raste për shembull kur njerëz vinë edhe kom pas një rast kur thotë i kam shkel të gjitha parimet morale. Okej. Edhe më shikon disa sekonda me kuptimin duke prit një feedback që me pa qëndrimin tim. Edhe unë okej. Çka është moral për ty? Cilat janë ato, do thotë, morali, çka konsideron moral? Se për shembull, për